qenë një rast shumë i rëndë. Dëgjimin e kemi marrë mbrëmë vonë, kështu që ka qenë një rast, një shok për neve. Ky momenti ka qenë djali i Hoxhës dhe nuk di çka më thonë më shumë se sa vetë kjo pamje këtu që po jep sot tash sot në Varrim, se sa çfarë njeri ka qenë ai. Nuk dim ende se çka e shtyu atë person me bëu atë akt. Nuk kemi dëshime, nuk dim kur gjohë se çka, a është bon, a s'është bon, gjetë, a ka sheja, a ka diçka. Ne si familjar nuk dim. Momentalisht zyrtarisht nuk dim, pavarësisht se ndëgjohen fjalët. Anëve diçka. Diçka tjetër çka më shtu, është në dorën e ligjit, është prokuroria, është policia, është ata këta i vendosin, besoj dhe shpresojmë shumë që do ta gjojnë dhe rastin.
Muhamet Lika u lind më 20 mars vitit 1976 në fshatin Stras të Kaçanikut. Pas shkollimit filluar në fshatin Stras, vijoi mësimet në shkollën e mesme Gjimnazit Skënderbeu në Kaçanik, të cilën e përfundoi në vitin 1994 për të vazhduar më pas studimet të fakultetit juridik, të cilën e përfundoi në vitin 2017 në Prishtinë. Nga qershori vitit 1998, Rishteri ishte kyçur në luftë dhe ishte pjesëtar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës deri në shtator të vitit 1999 në podër të zonës operative të Nerodimës. Në policinë e Kosovës ka filluar punën në datë 7/7/2003 në gjeneratën 26 të policisë Kosovës. Fillimisht në pozitën e zyrtarit patrullues të stacionit policor në Kaçanik. Mandej ka vazhduar në pozitën e në të njëjtin stacion, kurse pas gradimit në gradën rreshter më datë 22/4/2016 është sistemuar në pozitën e mbikëqyrësit të sektorit policor në stacionin policor Kaçanik. Mandej në të njëjtin stacion mbikëqyrës i ekipit reagues, ku ka punuar në kohë të caktuar edhe në stacionin policor në Ferizaj në kodër drejtorisë rajonale të policisë Ferizaj. E nderuara familje Lika, i nderuar kryetar Ilazi, i dashuri drejtor i policisë Hoxha, i nderuar zëvendës ministër Gashani, të dashur deputet të Kuvendit të Republikës Kosovës, deputet Reqica, deputet Ramadani, të nderuar prokuror të pranishëm, drejtues të institucioneve tona shtetërore, të dashur vëllezër e motra të Kaçanikut, të dashur oficer e bashkëpunëtor të Muhamet Likës, jemi mbledhur këtu të gjithë së bashku dhe po marrim pjesë në këtë pikëllim të madh në varrimin dhe në lamtumirën që po ja japim rreshterit të policisë Republikës Kosovës Muhamet Likës. Ai u vra pabesisht në orët e vona të mbrëmjes së djeshme nga një dorë zezë, nga një dorë ligë, e cila duke shtënë mbi Muhamedin e ka drejtuar armën kundër vetë shtetit tonë, kundër Republikës Kosovës, e cila për të bërë është derdhur shumë gjak i dëshmorëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, janë dhënë gjymtyrë të invalidëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, është dhënë gjithaj mundi veteranëve të ushtrisë sonë të lavdishme të shërimtare të Kosovës, njëri nga të cilët ishte edhe vetë Muhamet Lika. Kur ishte thirrja më e rëndësishme e atë dheut tonë për liri, Muhamedi nuk kurseu asgjë dhe si mira djem e vajza më të mira që i kishte kombi ynë, ju përgjigjen momentit më të rëndësishëm të atë dheut dhe i dolen zot atë dheut tonë. 22 vite Muhamedi ishte në shërbim të policisë Republikës Kosovës, që është shtylla jonë kurrizore, shtylla kurrizore e sigurisë të qytetarëve, të popullit tonë. Dhe shkoi në mshim duke ju bashkuar edhe 23 kolegëve të tij, të rënë deri sot prej çlirimit të Kosovës, kolegëve të tij të rënë në detyrë, të rënë gjatë shërbimit, duke i shërbyer popullit tonë. Bëj thirrje që ky rast, ky atentat mbi shtetin e Kosovës,
të zbardhet sa më shpejt. Dhe kriminalët duhet me marrë përgjigjen më tashme. Përgjigjen e merituar. E përgjigja e merituar është që ata të kapen, sa më shpejt, gjykohen dhe ta marrin dënimin e merituar. E ne në takon që të bëjmë shumë ma shumë si institucione shtetërore që ta ngrisim sa më shumë sigurin e atyre që e mundsojnë sigurin. Sepse është vërtet sulm mbi shtetin e Kosovës, është sulm mbi lirinë tonë, e cila nuk duhet në asnjë mënyrë të tolerohet, por ta marrë përgjigjen e duhur. Ngushëllime familjes Lika, ngushëllime juve policëve, oficerëve të policisë të Republikës Kosovës që e ndatë punën e përditshme me Muhamedin, ngushëllime juve banorëve të Kaçanikut, vëllezërve e motrave tona të nderuara, por ngushëllime edhe krejt Kosovës, sepse Muhamedi luftoi për lirinë e Kosovës, nuk ishte vetëm i familjes Lika. Ishte vllau jon dhe si të tillë e kemi përjetuar me pikëllim edhe ndarjen e tij nga jeta. Lavdi jetës edhe veprës së Muhamedit dhe vendim shumë i drejtë, shumë i mirë, që po varroset pikërisht këtu ku janë dëshmorët, sepse Zoti deshti që ai të mbijetonte në luftë, por në çdo sekond ka mujt me qenë bashkë me shokët e tij, të cilët ranë dëshmor edhe u flijuan për Kosovën. I leti qoftë dheu i Kosovës lavdi. Për t'i dhënë lam të mirën e fundit më të dashurit tuaj dhe pjesëtarit të devotshëm të policisë e Kosovës, Reshtër Muhamet Likës. Vrasja e Reshtër Muhamedit është goditje për të gjithë ne, sepse sulmi ndaj uniformës së policisë së Kosovës është sulm ndaj institucioneve dhe Republikës sonë. Në historinë e përpjekjeve të pareshtura të popullit tonë për çlirim, në ballë kanë qenë luftëtarë siç ishte Muhamedi, që me guxim me sy pa trembull u rezistuan përpjekjeve gjenocidale të Serbisë. E në historinë e ngritjes dhe forcimit të Republikës sonë të lirë të pavarur, janë pjesëtarët e policisë e Kosovës, jeta e të cilëve është çdo ditë e çdo moment në shërbim të jetës dhe sigurisë sonë. Pjesëtar i tillë, shembullor ishte Muhamedi deri në momentet e fundit të jetës së tij. Rënia e tij në detyrë është lartësimi i jetës së tij dhe përjetësimi i veprës së tij për vendin tonë, për Kosovën. Që nga momentet e para të kohshme të vrasjes së Reshtër Muhamedit, mbar policia e Kosovës dhe institucionet tona janë në nivelin më të lartë të përkushtimit në zbulimin dhe arrestimin e dorasve që marrën jetën e tij. Nga këto, kur po ndahemi vetëm fizikisht me Muhamedin, ripërsërisim thirrjen tonë kolektive ndaj dorasit apo dorasve që të dorëzohet apo dorëzohen, sepse dhimbjen e humbjes së madhe e shuan sadopak, por më së miri vetëm drejtësia. Drejtësia nuk është vetëm kërkesë jona e përbashkët, por është domosdoshmëri dhe obligim. Nderuar familje Lika, çdo fjalë i humb kuptimi përballë dhimbjes suaj që keni sot, por sot e çdo ditë jemi krahjush për të ballafaquar më këtë sfidë që peshon kaq rënd. Jemi mbledhur sot këtu për të ndaruar kujtimin e një kolegu, një shërbëes i devotshëm dhe një njeriu me karakter të fortë, i cili dha jetën e tij për shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës dhe për ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike. Reshtër Muhamet Lika ishte një njeri i përkushtuar që ka rënë 22 vite të jetës së tij në shërbim të policisë Kosovës dhe la gjuhë të pashlyeshme me punën dhe pashtu në jetën tonë. Muhamedi ishte një nga ata kolegë që gjithmonë mund të gjejë mbështetje, një njeri që besonte në vlerat e shtetit, të rendit, i gatshëm të sakrifikonte çdo gjë për të mbrojtur qytetarët dhe sigurinë e vendit. Ai e nisi karrierën e tij në vitin 2003 dhe që nga dita e parë e shërbimit të tij tregoi për kushtim
edhe profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Punoi si një zyrtar patrullues, si hetues dhe më pas si një mbikëqyrës, duke përfunduar karrierën e tij si mbikëqyrës i ekipit të reagues në seksionin policore të Kaçanikut. Përkushtimet dhe guximet e tij ishin të pashoq. Në këtë moment të dhimbshëm, ne, policia e Kosovës, humbëm një vëlla, një koleg dhe një mik të besuar. Vdekja e tij e hershme në rrethona tragjike na trishton të gjithëve. Por duhet kujtojmë se Muhamedi do të mbetet një figurë e rëndësishme e historisë së policisë Kosovës, një shembull i përkushtimit dhe i guximit. Ai e dha jetën e tij për një kauzë më të madhe se sa vetja, për të siguruar paqe dhe për siguruar këtë vend. Rastja e arresterit është një ngjarje tragjike e dënueshme që shkakton një dhimbje dhe trishtim për familjen, për shoqërinë dhe për vetë policinë e Kosovës. Ky akt kriminal është një sulm ndaj sigurisë dhe stabilitetit të vendit tonë dhe kërkon një reagim të menjëhershëm dhe të fortë nga të gjitha institucionet tona. Dhe do të tregojmë se dhuna dhe krimi nuk do të lejohet tani tutje. Ne së bashku me institucionet tjera të sigurisë do të bëjmë çmos që kryerësit e këtij krimi makabër të kapen sa më shpejt dhe është e rëndësishme që të kemi hetime sa më të shpejta dhe të sakta për të siguruar drejtësinë dhe për të parandaluar raste tjera të ngjashme. Ky është një moment që kërkon solidaritet dhe mbështetje nga organet të drejtësisë dhe për ata që janë të angazhuar në rujtjen dhe rendin e sigurisë publike. Kur morëm lajmin se është vrarë luftëtari i lirisë, ai që la rinin, ai i cili gjithçka vuri në shërbim të atë dheut. Mbram, neve na është vrarë liria. Prandaj, ne nuk mund të jemi të qetë, nuk mund të ndihemi mirë, derisa aktorët e këtij krimi makabër dalin para drejtësisë. 26 vjet pas luftës, 26 vjet liri, vritet luftëtari i lirisë. Këtë rast, ftoj jo vetëm organet të sigurisë, por ftoj gjithë bashkëluftëtarët, të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, që të vehen në shërbim të atë dheut. Për të vruar në shërbim të atë dheut, duhet të vehemi në shërbim të drejtësisë, në shërbim të organeve të drejtësisë. Duhet të bashkëpunojmë të gjithë, së bashku, pa hezitim me organet e sigurisë. Të informojmë në çdo moment, jo vetëm në këtë rast, në çdo rast tjetër, sepse duke informuar organet e sigurisë, ne forcojmë lirinë tonë. Duke mos bashkëpunuar me organet e sigurisë, në çfarë do forme, ne ndihmojmë krimin. Prandaj, ne të shndrohemi si popull në tërësi luftëtar të mbrojtjes së lirisë. Muhamedi, i cili luftoi për lirinë e këtij vendi, ai nuk rreshti duke luftuar me uniformën e policisë së Kosovës, duke mbrojtur lirinë e këtij vendi. Prandaj, në këtë rast, ngushëllime të sinqerta familjes Lika, ngushëllime kolegëve të Muhamedit që çdo ditë rrezikojnë jetën e tyre për të mbrojtur lirinë tonë, ngushëllime bashkëluftëtarëve dhe gjithë qytetarëve të Kaçanikut dhe Kosovës. Lavdi. Më lejoni që në emrin tim dhe institucioneve komunale t'ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta në rend të parë familjes, miqve, shokëve, po një ashtu dhe institucioneve për humbjen e padrejtë nga një dorë tinëzarëve kriminale, të cilët i mori padrejtisht jetën një prori shoku bashkëluftëtarit tonë. Sot u lënduan qytetarët e vendit tim, sot u godit institucionet lokale, u goditën institucionet qendrore, u goditën institucionet e drejtësisë, u godit paqja dhe qetësia të cilën ata na i bënin. Prandaj, nga këtu ftoj qytetarët e vendit tim që të bashkëpunojnë me organet e drejtësisë dhe prokurorisë që sa më shpejt që është e mundur që autorët e krimit dalin para drejtësisë të marrin dënimin e merituar. Sot është një ditë e rëndë për gjithë ne, nga se humbëm një shok, një koleg, një epror, një bashkëluftëtar. E nderuara bashkëshorte e Muhamedit, sot ju keni humbur bashkëshortin. E nderuara familje Lika, ju sot keni humbur një vëlla, një mik, shok,
ne sot kemi humbur një bashkëtetare, kemi humbur një epror të drejtësisë dhe paqes. Prandaj Muhametin do ta kujtojmë ashtu siç ishte një njeri edhe i luftës edhe i paqes. Qysh në luftë, qysh i ri i dha kushtrimin për dhënë drejtësinë këtij vendi, po asnjëherë nuk nguroi për të dhënë më të çmuarën paqen dhe sigurinë e këtij vendi. Dhe gjithë ju të pranishëm, jemi mbledhur sot këtu për të kujtuar dhe nderuar jetën dhe veprën e Muhamet Likës, një njeri që do të mbetet gjithmonë në zemrat tona. Është e vështirë të gjejmë fjalë që mund të përshkruajë dhimbjen dhe humbjen që ndjejmë për ta, por në të njëjtën kohë duam të kujtojmë me dashuri dhe respekt gjithçka që ka dhënë Muhameti gjatë jetës së tij. Muhameti gjatë periudhave të ndryshme kohore u përshtat dhe i dul dhët ardhaut. Kështu që në prill të vitit 1998 rreshtohet në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ishte ushtar i dalluar, i respektuar, vigjilent dhe i përkushuar ndar detyrave që mbeten nga udhëheqësit e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pas përfundimit të luftës në Kosovë, Muhameti nuk u ndal, sepse kishte një mision dhe ai ishte që ta ndërtojë Kosovën. Ai punësohet në policinë e Kosovës, ku dha një kontribut të madh në ruajtjen e rendit dhe ligjit, deri më në prill 2025, ku dhe u qëllua marrëzjarri derisa ishte duke kthyer nga puna në shtëpi. Muhameti ishte një njeri i veçantë, me karakter shumë të fortë, i cili ka lënë pas shumë kujtime të paharrueshme, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte, i dashur, i respektuar nga të gjithë ata që e njohën. Kjo undon shumë e rëndë për të gjithë ne që kemi njohur, e sidomos për familjen, por megjithatë do ta kujtojmë gjithmonë momentet e bukura që kaluam bashkë. Dashuria dhe ndihma që na dha Muhameti gjatë jetës do të mbeten të paharrueshme dhe do të na japin forcë për të përballur mospraninë e tyre. Le të kujtojmë gjithmonë me mirënjohje çdo moment kur kaluam atë dhe çdo mosim që na ka dhënë. Për të gjithë ata që e deshën, për të gjithë ata që patën fatin ta njihnin, Muhameti do të mbetet gjithmonë një kujtim i dashur. Edhe pse tani ai nuk është më fizik mes nesh, shpirti i tij do të jetojë përherë në kujtimet tona, në veprat që ka lënë dhe dashurinë që ka shpërndar. Të dashur miq dhe familjarë, të përpiqemi të ruajmë gjithmonë atë që Muhameti ka qenë për ne dhe që vazhdoi të ndërtoj kujtimet e tij, duke jetuar me mirësinë dhe dashurinë që ai na ka mësuar. Të nderuar të pranishëm, gjithashtu një telegram ushëllimin dhe kuror lulesh për të ndërruar veprën e të ljerit na ka përcjellë edhe drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërxhaliu. Gjithashtu, në emër të familjes, duhet ju falenderoj të gjithëve për prezencë në këtë ceremoni martore dhe për përkrahjen që na keni dhënë në këto momente të vështira. Duke përfunduar këtë fjalim në emër të familjes, kërkojmë zbardhjen e këtij rasti dhe autorët e këtij krimi të jenë para drejtësisë. Pusho në paqë Muhamet, të duam gjithmonë. Faleminderit.
nder, veteranët ushtrisë shqiptare të Kosovës. Qendër, dero! Lavdi! Dorë poshtë, lëviz! Hajta sta. Orda! Gadi! Të! Qeks! Orë! Gati për zjarë! 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 Orë! Orë! Hec! بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والثمرات الذين إذا أصابتهم مصيبة إليه راجعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق المرسلين Falënderimi të qoftë ty o Allah që në librin tënd të ndershëm ke thënë çdo person do ta shijoj vdekjen e pastaj tek ne keni për të kthyer. Bekimi dhe shpëtimi që mbi shokët dhe vetë familjen e tij, të cilëve kur u ndodhte ndonjë e këtill thonin ne jemi të Allahut dhe tek ai do të kthehemi. O Zoti ynë, mëshirona me Kur'anin e madhnueshëm dhe na bën atë pris, dritë, udhërrëfyes dhe mëshirë, o më i mëshirshëm i mëshirues. O Zoti ynë, se vapin e fituar të kësaj që kënduam nga Kur'ani fisnik, dërgoja dhurat shpirtit të profetë Muhammed Mustafas, shpirtrave të besimtarëve, të gjallë e të vdekun, e posaçërisht shpirtit të këtij pronari këtu në këtë varr, ja Rabbel Alamin. O Zot, bërja varrin e ti një kopsht prej kopshteve të xhennetit, e mos e bën atë humner pi gropave të xhenemit, ja Rabbel Alamin. O Zot, përforcoje këtë ndjerë me fjalën e vërtet në jetën e gjithmonshme, si që përforcove në këtë jetë
dhe bëre prej atyreve për cilët nuk do të ketë frikë, as nuk do të dëshpërohet. O Zot, bërja shpirtin e tij të gëzuar, mëkatet e tija të falura, veprat e tija të pranuara, jepja librin në dorën e djathtë, lehtoja llogarin dhe furnizoja me begatit e xhennetin nga mëshira jote, o më i mëshirshëm mëshirues. O Zot ynë, ne kemi ndëgjuar thirrsin duke ftuar, besoni Zotin e juaj dhe ne të besuam. O Allah, na i fal mëkatet tona, na i shlyën të metat tona, dhe na i merr shpirtin me iman dhe me njerëz të mirë. Ja Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha. O robi Allahut, kujto e cilën ndërmend besën e dhën para Allahut, besë me të cilën kalove prej kësaj bote. Kujtoje pra këtë besë që ka për të dëshmuar se nuk ka Zot tjetër pos Allahu që është një dhe i pashoq, dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Kujto se xheneti, xehennemi dhe ringjalla pas vdekjes janë të drejta dhe të vërteta, dhe se dita e fundit ka për të ardhur pa pikë dyshimi, e Allahu xhelle shanuhu ka për të ringjallur gjithçka që ndodhe në varreza. Kujto pra ti atë moment kur ti ke pranuar e besuar Perëndin për Zot, Muhammedin për profet, Islamin për fe, Kur'anin për pris e besimtarët për vëllezër. O robi Allahut, thuaj la ilaha illa Allah. O robi Allahut, thuaj la ilaha illa Allah. O robi Allahut, thuaj la ilaha illa Allah. O robi Allahut, thuaj, Zoti im është i madhi Perëndi Allahu xhelle shanuhu, feja ime është Islami, e profeti im është Muhamedi alayhi salatu wassalam. O Zot i madhërueshëm, mos e lërë të vetmuar këtë rob, por fali trashëgim nga pas, si ma i mirë i të gjithë trashëgimtarëve që jeni. Amin. Si kena qëllu këtu, ka qeni vetëmi që ka akon Kosovë, dhe lajmin e kena morë shumë ranë, si familje kemi përballu shumë ranë. Keni marrë informacione se që shtë ndodhë rasti sakt? Akoma ato punë mirë të shtetit është, i besojnë në shtetit, policisë shtetërore, dhe për tjetër, për momentin ajo nuk dihet kur gjë. Na sot kena ardhur mëngjes me aeroplanin e parë dhe rastin e kena prit shumë ranë, se nuk ka e lehtë, se nuk ka që ka qenë vetëm miq, por ka qenë si edhe babë, se ne na rrit me ta. Na ka eduku për mirë, për keq, ka më me shku, ka mos me shku. Kështu që e kujtoj na gjithë familja me mall, na mungon shumë dhe inshallah Zoti prej në paqe.